Do të fokusohemi tek situata dhe dëmët që kanë shkaktuar përmbytjet në të gjithë Shqipërinë, duke u ndalur sigurisht tek qyteti i Durrësit. E kam përsëri kolegen Albana Alie, e cila ndodhet në lagjen 14. Albana, jemi përsëri bashkë, si paraqitet gjendja në këtë lagje në qytetin bregdetar? Në fakt jemi pozicionuar pikërisht në një zonë tjetër në lagjen 14, në zonën e Shkozetit, ku situata vazhdon të jetë pra shumë baltë dhe uji ka larguar në fakt nga banesat e këtyre banorëve, por banorët po merren me pastrimin e banesave të tyre, ku dëmët janë të shumta në të gjithë zonën. Shkak i kësaj përmbytje, ku uji ka depërtuar disa centimetra në këto banesa, rreth 30 centimetra ka qenë, dhe kanali, një ndër 14 kanalet sekondare ku unë jam pozicionuar, ku siç mund të shikojmë mendimin e operatorit, kanali vazhdon të jetë i papastruar dhe për shkak të moskullimit të ujrave dhe funksionimi normalisht i këtij kanali ka dalë nga shtratet, duke sjellë përmbytje në të gjithë të zonë dhe në të gjithë të banesa. Dëmët kanë qenë të shumta në fakt në këtë zonë, ku kemi komunikuar edhe me banorët, të cilët janë shprehur që nuk mund të vlerësohet dhe dëmët nuk mund të merret një shpërblim i dëmëve të mëdha që cilët janë bërë në banesat e tyre. Situata ka qenë e rënduar në shumë zona të shtetit të Durrësit, ku siç kemi theksuar, uji ka qenë totalisht rreth 30 deri në 1 metër brenda 30 cm deri në 1 metër brenda familjeve dhe banesave të shumë familjeve në këtë zonë. Ndërkohë, Albana, për grupet e rivlerësimit duhet pyes pak, kanë mbritur në banesa për të evidentuar dëmet, çfarë po ndodh atje, sepse qytetarë shumë kanë shprehur shqetësimet që nuk ka pasur pranitë të tyre, por dhe aty ku kanë shkuar ka pasur debate me qytetarët sa i përket vlerësimit të dëmeve të shkaktuar atje. Në fakt kemi pasur komunikime të shumta me banorë, të cilët janë shprehur që deri më këto është ditë e gjatë nuk ka ardhur asnjë grup vlerësimi për dëmet të shkaktuar nga përmbytjes, që janë detyruar të pastrojnë banesat e tyre. Ndërkohë, theksojmë që një ndër problemet tjera ka qenë dhe përmbytjet, ku në fakt përmbytjet e shkaktuara vlerësuesit kanë vajtur në banesat e shumë e disa prej banorëve që ne kemi komunikuar, dhe nuk janë vlerësuar dëmet në bazë të atyre çfarë është pikërisht është dëmtuar, ku sipas banorëve nuk janë shkruar në procese verbale shumë pajisje të cilat janë dëmtuar dhe nuk janë marrë në vlerësim nga ana e komisionit. Theksojmë në fakt që janë rreth 5750 banesa të cilat kanë qenë në pushtim e ujit, ku kanë statistikat edhe nga ana e prefekturës, ku deri më tani janë vlerësuar pra dëmet në 1100 banesa në të gjithë zonën e Durrësit. Ndërkohë, aktualisht aty ku ndodhesh ti, sepse më bëre përshtypje kanali i cili vjen të jetë akoma i bllokuar. Duket pra se bashkia vjen edhe pasi situata doli përtej normale, duke përmbytur gjithë këtë qytet, përsëri kanalet vjen të mbeten ashtu duke pritur shiun e rradhës. Në fakt, mendimin e operatorit do shohim të gjithë zonën e kanalit, ku vijon të jetë akoma i papastruar dhe asnjë fadorome vendosur në punim për të pastruar këtë kanal, dhe pse situata ishte në fakt emergjente, më themi jashtëzakonshme, pasi gjithë kjo zonë ishte nën pushtimin e ujit rreth 30 cm në çdo banesë të kësaj lagje. Në fakt është një ndër lagjet që ka pasur dëmë të shumta në qytetin e Durrësit, ku sipas asaj çfarë kemi parë në terren, e gjithë zona ka qenë në pushtimin e ujit. Ky është një ndër 14 kanalet sekondare që qyteti i Durrësit ka dhe që kanë qenë të papastruar, ndërkohë që Syri Televizion ka ngritur vazhdimisht gjatë gjithë vitit këto problematika të cilat duhet merreshin masa para që kjo situatë të ndodhte dhe që uji të depërtonte në këtë fazë, pra përmbytjet të kalonin deri në këtë stad. Ndërkohë që për të rikujtuar edhe një herë gjithë televizionistët, Albana, në sektorin Rinia konkretisht kanë dalë qytetarët në protestë ditën e djeshme, pikërisht për një kanal që ishte bllokuar nga ish drejtori i OSHE-s. Në fakt kanë
protesta të vazhdueshme janë ngritur banor të shumë në qytetin e Durrësit të revoltuar nga kjo situatë, pasi siç mund të themi nuk ka pasur aqëreshje shiu që të ndodhte një situatë e tillë në qytetin e Durrësit. Banorët e sektorit nis janë ngritur pikërisht ditën e djeshme për shkak të atij kanali të bllokuar, ndërkohë janë shumë kanale të tjera në qytetin e Durrësit të cilat janë bllokuar dhe banorët kërkojnë të merren masa të menjëhershme në këtë zonë dhe në shumë zona të tjera të qytetit të Durrësit. Pra mund të themi lagja e rrethullimit i burgut, lagja 7, lagja 14, sektori Nia kanë qenë për shkak të bllokimit të kanaleve dhe zona për shkak të bllokimit të kanaleve sekondare të cilët nuk kanë lënë që të rrjedhë ujë dhe uji ka dalë nga shtrati duke në fakt duke përmbytur që gjithë banesat në këto zona. Ne po shohim në këto pamje në fakt ku duket e qartë ajo që ka banorët kanë denoncuar sa i përket ish drejtorit OSHE-s në këtë qytet, i cili e ka bllokuar atë kanal për shkak të bizneseve të tij, duke sjellë këtë përmbytje në këtë zonë. Mirë, Albana, unë të falenderoj, ne do të ndjekim këto momente edhe disa prononcime të qytetarëve atje. Si është gjendja shtëpisë? Gjendja është shumë e vështirë. Jashtëzakonshme, s'na ka ndodhur ndonjëherë kështu, si kësaj radhe. Po, se ka pasur përmbytje të tjera, po jo, si kësaj radhe jo një. Po. Çdo gjë brenda, ai kemi përgjysmë si kemi ndërtëra, i kemi plaçkat brenda, akoma. Këtyre viteve ka shkuar dëm për 24 orë. Sa të flasin, e gjë e natyrshme kjo. Është një gjë fatkeqësie e rrallë. Krejt djersa e një këtyre 30 vjetëve na ka shkuar dëm për 24 orë. Mundësia e jonë ka që ishte për të mbijetuar, tashi kemi vajtu në një pikë zero. Fare. Shofim shumë njerëz që lëvizin poshtë lartë, me uniforma, me reklame, me gjera. Deri më sot, si që shef dhe vetë, nuk është bërë asnjë. Gjarfikset i kemi në këmbë, apo punojnë, apo rrinë, nuk e dim asnjë çfarë. Me gjithë jo keni bërë vetë, nuk po gjeni pajisit, po i largoni, po i Po. Pjesa tjetër, tash neve këto i kemi bërë vetë, i nxjerrim, i vadisim, i bëj thirrje popullatës, domethënë, siç jam dhe unë këtu, të ndërgjegjësohen, t'i hedhim mbeturinat në vendet e caktuara. Ku i ka caktuar? Pushteti lokal. Pjesa tjetër, i bë thirrje dhe pushtetit lokal. Taksën që paguajmë, ta justifikojnë pushteti, të na pastrojnë qendrat ku e ka caktuar. I bëj thirrje dhe qeverisë qendrore, ta mbikëqyrin situatën dhe të pushtetit lokal, se po flet gjumë pushteti lokal. Ishim me këto prononcime nga qyteti i Durrësit, ndërkohë do të ecim me zhvillime të tjera në një tjetër qytet ku bëhet fjalë për 4